Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali mori pjesë në samitin Evropi Juglindore Ukrainë që u mbajt në Odesa të Ukrainës. Gjatë fjalës së saj, Spiropali theksoi mbështetjen e palëkundur të Shqipërisë në krah të Ukrainës deri në fund të këtij konflikti. Now I invite Speaker of the Parliament of Albania, Elisa Spiropali. As the representative of a small but resilient nation, Si përfaqësuese një kombi të vogël por qëndrëstar, një kombi që e di mirë çmimin e lirisë dhe vlerën e paqes, jam sot këtu për të rikonfirmuar mbështetjen e plotë të Shqipërisë për Ukrainën. Ne jemi përkrahur sepse besojmë thellësisht në parimet që na bashkojnë, parimet që bashk sulmohen nga agresioni i paprovokuar dhe brutal i Rusisë. Shqipëria është e vendosur për këtë angazhim. Ne kemi mbështetur Ukrainën përmes ndihmës humanitare, miratimit të sanksioneve dhe avokimit të zëshëm për rrugëtimin e saj europian. Ne besojmë se Ukraina i përket Bashkimit Evropian dhe do të vazhdojmë të jemi një zë i fuqishëm në mbështetje të integrimit të saj. Sot dua të përcjell jo vetëm fjalë solidariteti, por një premtim. Shqipëria qëndron për krah Ukrainës sot, nesër dhe për aq kohë sa do të jetë e nevojshme. Lufta juaj është edhe lufta jonë. Shpresa juaj është edhe shpresa jonë. E ardhmja juaj është edhe ardhmja jone përbashkët. Ky është samiti i 4 Evropi Juglindore Ukrainë dhe në të morën pjesë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky si dhe liderët e shteteve të Evropës Juglindore, si presidenti serb, ai kroat, rumun, kryeministri grek, bullgar e të tjerë, ndërsa përpara fillimit të samitit, pjesëmarrësit vendosën buqeta me lule në memorialin e të rënëve në luftën e Ukrainës.